Përshëndetje, mirë se vini në një video tjetër në YouTube. E di që kam bërë pak mungesa, por si që dini jeta me 2 fëmijë 9-3 vjeç nuk është aq e lehtë sa mendohet. Edhe kësaj radhe dua të bëj një video që kisha shumë kohë që doja ta bëja. E kam patur në mendjen time që kur erdha në shtëpi, sepse vërtet edhe nga titulli si që keni parë, kjo është dhurata më e bukur që kam marrë në jetën time. Edhe dua që t'i tregoj çdo gjë sepse vërtet janë shumë të bukura. Edhe nuk e di ama e keni parë videon e erës në TikTok, por ajo i ka hedhur të gjitha dhe tani është rradha ime që t'ju tregoj një nga një të gjitha dhuratat që më ka bërë era kur erdha në shtëpi nga spitali me djalin. Edhe këtë do ta lë për në fund, që është më e bukura. Shikoni çfarë ka bërë, shikojeni. Të gjithë këtë kutinë e ka bërë vetë. Edhe shkruan dhe emrin e djalit. Dhe çfarë nuk ka vendosur këtu brenda, domethënë. E para është një set. Shikoni sa i bukur. Një set. Më pëlqejnë shumë këto setet për verë që janë me badi të rehatshme. Nuk e di. Era është një njeri shumë detajist, domethënë, është një njeri që shikon se çfarë i pëlqen dikujt, edhe në momentin e duhur ja blen atë gjë. Nuk e di se si e bën këtë, po e ka talent. E ka shumë talent. Di, domethënë, ngjyrën e preferuar, çfarë të pëlqen, stilin që të pëlqen ty. Unë vetë nuk i gjej dot këto gjëra kaq të bukura, ajo mi gjen gjithmonë. I love this. Thank you, Era. Edhe tjetër. Shikoni pak të gjë. E ka bërë vetë me dorë të gjithë të pjesën. Shikojeni. Edhe balona. Dhe kjo bën dritë natën. Unë e përdor shumë. E vendos këtu që kam një kaldaj, edhe i bën dritë Orionit për në tarë të dhoma. Është aq e bukur, nuk e di. Këtë gjë nuk mund ta blini në asnjë vend, sepse e bën Era vetë. Kështu që është unike, e kemi vetëm ne, është shumë e bukur. Shikojeni, edhe e mban për bukurinë në shtëpi, është super e bukur, shiko. Unë i vlerësoj shumë dhuratat kur bëhen nga një person që të mendon ty dhe e realizon vetë me duart e veta. Nuk kam fjalë për këtë, më pëlqen shumë, jashtëmase shumë. Edhe ngjyra njerëz është blu. Tjetër, shikojni pak. I ka marrë një elefant. Sa i bukur. Ja tritet pak Orioni dhe ta mbajt lozi. Shumë cute. Tjetër, për mua, e bukur është që mendon gjithmonë dhe për mua, jo vetëm për fëmijët. Shikojeni sa i bukur. Ma di që unë vdes për rozën. Roza është një gjë që unë e kam mbushur, gjithë tashmë e dini që unë e kam mbushur shtëpinë të gjithë rozë. Edhe një gjë e tillë më duhej. Nuk e di se ku e ka gjetur, është shumë i bukur. Me zemra, rozë. Edhe nuk është vetëm për të pirë çajin ose kafen, por është edhe për të bërë yogurt bowls. Shumë i bukur. Më pëlqen. Ma di çfarë më pëlqen edhe më merr gjithmonë gjërat që më pëlqejnë. Edhe mua edhe fëmijëve edhe për fëmijët, domethënë gjithmonë. Tjetër. Një peshqir i bukur me elefant. Më pëlqejnë shumë këto lloj kështu. I love this. Dhe shumë i bukur, materiali më pëlqen shumë. Tjetër. Ti tregoj pak këtë. Ka marrë një batanie që është shumë e ngrohtë, edhe është me Pikachu. Për ju që nuk e dini, Romario është fan si Pikachus, ka qenë gjithë jetën e tij fan si Pikachus. Edhe ti ishte për Romario, nëse do shkonte në dyqan dhe do gjente gjëra me Pikachu për fëmijët, do t'i merrte, vetëm ato do i blinte, domethënë me pak fjalë, se e pëlqen shumë. Edhe nuk e di se nga ka gjetur Era këtë, por shikoni sa e bukur që është gjithë ajo batanie e madhe. Nuk e di, të largohem që t'ju tregoj. Të largohem pak, se është shumë e madhe. Shikojeni. Sa e bukur. Dhe mua po pëlqej, ka që s'jam fan se Pokemonave dhe kështu. Po Pikachuja gjithmonë më ka pëlqyer të vërtetë. Është shumë e bukur dhe shumë e ngrohtë njerëz. Shumë e ngrohtë. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë. I love this.
Jam fan se këtyre gjërave, do të thënë që të japi dikush shumë gjëra që të pëlqejnë, që janë stili jot, edhe nuk e di se si e ka bërë dhe këtë kutin, kjo kutia njëherë, nuk e di, nuk e shikoni do të plot t'u angre, shikojni pak sa bukur e ka realizuar. Është dhe jem idealit, më pëlqen shumë. Një tjetër, një ngrose për qumshtin, të biberonat. Kjo është perfekte. Këtë unë e dija që këta e kishim porositur bashkë me erën, te një porosi që kishte bërë era, edhe ma kishte vendosur këtu, si dhurat. Po është shumë e domosdoshme kjo, nëse do bëni nën së shpejti, duhet ta blini patjetër këtë biberon. Më falni për zërin njerëz, por nga freskusja jam gjirur shumë këto kohë. Tjetër, i peshqir, se sa i bukur është, shikoni, ka yllka të vogla kështu, po më pëlqejnë këto detajet. Shumë i bukur, më pëlqen shumë. Çorapka. Dhe ka menduar dhe i ka bler të mëdha se unë tani nuk do t'i dua, nga që është verë. Edhe i ka bler më të mëdha për në vjesht. Është shumë të bukura dhe këto, dhe material shumë i mirë, më pëlqejnë. I love them. Tjetër. Një kështu për djalin, se sa të bukura janë këto për moshën e këtij që bëjnë kështu pësh. Nuk e di se ku i ka gjetur, po janë shumë të bukura. Super. Më pëlqejnë shumë. Kjo. Edhe kjo ishte një nga dhuratat e mia të preferuara, sepse këtu do vendos foton e Orionit në Adean. Edhe këtu mund të vendos një foto të vogël, 2 foto të vogla këtu lart. Edhe këtu një foto të dy dhe ta vendos në shtëpi. Shikoni sa e bukur është. 8 herë 12 cm me 12 cm. Do t'i bëj një herë një foto të dyve, dhe do shkoj t'ja laj dhe ta vendos këtu. Shumë e bukur. Dhe prisni. Tani është gjëja që mua kjo gjë kur e pash një herë dhe thash, ç'është është kjo gjë? Më duk e mendova që mund të kishte bërë çantë për mua, po dhe se mendova, thash, se e di që era bën çanta shumë të bukura, ta dini njerëz. Bën super çanta me dorë, dhe un kam parë te Zara si këto çanta, gjithmonë kam dashur të blej një, por nuk kam bler sepse janë shumë shtrenjtë. E dini ju që Romari ankohet për mua që blej çanta shumë të shtrenjta, po nuk është që i marr gjithmonë të shtrenjta, e mendoj këtë gjë. Edhe gjithmonë kam dashur një çantë crochet të bërë me dorë. Dhe shikojni pak. Era ka realizuar për mua dhe ka bërë dhe blu. Është aq e bukur. Nuk e di si ta shpjegoj. Shikoni. E ka bërë edhe me kështu me clef brenda, me si kjo që mbyllet, me perla. Ky detaj këtu që është fantastik, edhe ngjyra pastaj që më pëlqen shumë. Është çanta më verore që mund të ekzistojë, domethënë, dhe e ka bërë për mua. Më pëlqen shumë jashtë masë, nuk e di, nuk kam patur kur diçka të tillë. Shumë e bukur. Dhe këtë e kam vetëm unë në botë, është unike, janë shumë speciale gjërat që të bëra me dorë. Nuk kanë të paguar asnjëherë. Më pëlqen shumë. Te çantën, nëse po pres ta vesh të bëj foto, kush është i interesuar për çanta të tilla, të kontaktoj me Erën, ose mund të më thoni dhe mua këtu dhe ja them unë, po e mira është të kontaktoni me Erën, edhe ju bën perla si këto. Shumë e bukur. Edhe si kjo, këtu që ka bërë. Dhe kjo, nëse doni, nëse dikush do ju lindi beb ose vet, janë shumë të bukura. Edhe zgjidhni ngjyrat që doni. Është talent njerëz. Ai njeri është talent. Dhe prap kam menduar për mua, jo vetëm për bebin. Krem duar, që unë vdes për krem duar, që përdor shumë. Vazelin për buzët tajnë shumë tani kur jep gjy fëmijës. Kështu për bebin, plot, këto, e di çfarë këto, kam bler një çantë Zara tani, për, ja t'ju tregoj se kam këtu, kam bler një çantë për bebat, për të çuar shunin dhe çupën te pediatria, kudo që të shkoj xhiro, çantë mami, si thonë. Diaper bag. Shikoni? Është kjo këtu. Shumë e bukur. Edhe këto i vendos këtu
Dhe sa herë për shembull duhet të ndroj djalin, ja kjo është për të larë, kam krem trupi, kur i thahet lëkura, pak fytyrën, janë shumë të mira dhe i vendos të çanta. Kam dhe një kështu brenda. I love this. Tjetër, 2 maska prapë për mua. Prapë më njeh shumë mirë se e di që kjo është maska ime preferuar. Edhe prapë e di shumë mirë që unë duhet tani të përdor vitaminën C, se nga shtazania më kanë ngelur pak si njolla, sikur lëkura ime është bërë jo e njëtrajtshme, edhe vitamina C ndihmon shumë. Unë këto maskat i përdor shumë, era e di, edhe e falenderoj shumë që ka menduar edhe për mua, gjithmonë që mendon për mua. Edhe tjetër, 2 nga këto, edhe këto janë shumë të nevojshme për sipërfaqet, antibakteriale, shumë të mira. Dhe prisni, nuk kam mbaruar. Gjëja ime tjetër e preferuar është prisni pak. Kjo këtu po ja tregoj nga larg. Shikojeni pak. Një batanie për djalin, me emrin e tij, e ka bërë vet edhe këtë. Kjo është thjesht perfekte, njerëz. Për mua, ka di çfarë të them. Kush do, i thoj erës se realizon vërtet gjëra shumë të bukura, nuk kam fjalë. Shikoni, ka thurur emrin e djalit dhe shikoni pak detajet, nuk është vetëm kështu, është dhe me gur. Shikoni sa bukur është. Super. Më pëlqen shumë. Kjo nuk është vetëm për ta mbuluar, por është edhe për bukuri, për ta lënë nëse keni dom fëmijë, unë nuk kam dom për Orionin, por e le për bukuri, më thënë për të bërë fotot, setet e 3 mujorit, 4 mujorit, se të mbushi fëmia. Është shumë e bukur. Dhe ngjyra që ka zgjedhur është ngjyra perfekte për mua, se unë gjithë shtëpinë kam roz dhe nud. Edhe normalisht që nuk doja bënte roz, nudi është perfekte. Shumë e bukur. Nuk kam fjalë për këto gjërat, kaq të bukura. Nuk e di. Jemi shumë e fat, edhe bebat e mia janë shumë e fat që kanë hallën e tyre. Duhet ta mbyll videon tani sepse Orioni u zgjua andej, vajzën Adean e ka marrë era poloz me Athinan poshtë, edhe unë pata pak kohë për të realizuar këtë video, se e dini vetë ju, është shumë e lodhshme të kesh 2 fëmijë kaq të vegjël, edhe sapo gjem pak kohë thua dal të fle 5 minuta, edhe nuk e kohë të bësh shumë gjëra, por sot vërtet pata shumë kohë, edhe prapë duhet të falenderoj erën për këtë. Mirupafshim, edhe shihemi në videot e tjera. Taci!